Klodi, kështë një fjali vetëm me... Jo, kam disa fjali me thënë drejtën, mund tjetë protesta e tretë që dalë edhe si gazetare, por edhe si qytetare, kam dalë në protestën për armët kimike, kam qenë në protestën e studentëve, në protestën e teatrit, por kjo është protesta me bukur, që ja ta them unë, sepse është një protest me të rinj dhe të reja, është një protest për 8 majtës dhe djathës, është një protest kundër politikës vjetër, është një protest e cila nuk është kundër zhvillimit, por është pro transparencës dhe ndoshta fytyra me shëmtuar e qeverisjes shqiptare që kulmoi me ngjarjen e Zvërnecit, ku një qytetar u tërhoq zvarr në mënyrë barbare e derdhja të kupën që ishte mbushur me korrupsion. Shenjë gjë ndryshe. Dhe unë shikoj një gjë ndryshe. E di çfarë pash sot dhe më mbushën sytë me lot të rinj që shkuan dhe ju dhanë policëve karafil të kuq dhe të bardhë në nderim të kolegut të tyre me kolli që u vra ditën e sotme në Maliq. Unë pash të rinj të cilët ju ofronin ujë punonjësve të policisë. Kam parë nën me fëmijë 5 muajsh që kishte dalë në shesh dhe e vinte në gjumë në gjitha të zhurmë. Kam parë aty edhe gjyshër apo gjyshe që kishin marrë nipat apo mbesat me vete. Dhe ka një makineri propagande për të thënë, është nga agenturat, është nga... Jo, edhe atë diskutojmë, se pastaj në këto raste, thelbi shkujtoni ju, po në këto raste përfitojnë shumë. Patjetër. Por ama, unë nuk kam dëgjuar nga asnjë prej protestuesve të thuaj që jemi kundër zhvillimit. Por thuaj që të jetë një zhvillim i qëndrueshëm i turizmit, të mbrohen zonat e mbrojtura, të mbrohen të ketë... Edhe në tjetër do të kem ty këtu për këtë problem. Po jo, se në qofë se më thua, se nuk, po ma mbyllë e këtu pas jo, po ta mbyllë sepse po presin, se mi ikin këta që kam tiru. Të ikin ata, do më thënë duhet qasi, se ja, këshu fillon, do më thënë këshu fillon edhe sundohet politika. Po mi më futët dhe mua, se kjo të vjetrit më futën. E mbyllim. Të them dhe unë një fjali. Një fjali e kam, një fjali. Unë mendoj që kjo protest ka kaluar Zvërnecin dhe nuk duhet fokusohet. Është shumë se Zvërnecin. Nuk duhet fokusohet. Duhet lexuar vërtet nga ta që na drejtojnë, se ç'është kjo protest. Kështu që ka kjo protestë shumë e madhe në raport me është shumë politike tashmë se sa mjedisore. Mirë, patjetër se kjo protestë për sa kohë nuk ka një kokë, por është larg të qenit protestave politike. Mjafton se është pankarta. Ndaj është e bukur pra. Dhe është shumë e bukur pra. Është nga ato që tregon. Unë nuk e dija që kishte kaq shumë të rinj dhe të reja që rrin gjithë ditën terren. Të nderuar shumë e drejtë. Zvërneci është shumë e vogël. Jo, absolutisht, aty s'ka më Zvërnet, aty po fitet gjitha. Do të kemi tani ju falenderoj për korrupsionin 36 vjeçar. Ju falenderoj shumë. Po protestohet kundër korrupsionit 36 vjeçar. Për ndihmesën në këtë pjesë e emisionit, e rëndësishme shumë dhe kjo, sepse ndolën ngjarje të befta, të cilat ne nuk mund i linim pa përmendur. Mareglen, ka mbaruar protesta? Në fakt vazhdon akoma ylli, ndonë se kanë kaluar më shumë se 3 orë, një grup, po them, i konsiderueshëm protestuesish janë para kryeministrisë dhe vazhdojnë me thirrjet e tyre të cilat i kanë të përsëritura në mënyrë të herpasershme në protestë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, anullimin e projektit dhe po ashtu kërkojnë rishikimin edhe të ligjit për zonat e mbrojtura. Në fakt, ylli pak më përpara, po them, protestuesit me një densitet të lartë ishin të paktën deri këtu ku jam unë momentalisht, që jemi thuajse për identifikim edhe për qytetarët pikërisht te ura e lanës që të qonë për te selia numër 2 e Bankës së Shqipërisë, ose thënë ndryshe te ishë Hotel Dajti, i cili quhet. Vazhdojnë, ndërkohë një pjesë e protestuesve ka të tjerë të cilët vinë edhe ikin. Ajo që është e veçantë në fakt në këtë protest është qëndrueshmëria e personave të cilët qëndrojnë në protest dhe mosha e tyre e cila është relativisht e re. Kontaktove nga ata, sepse unë desha që të kisha në studio nga ata, po ndoshta javën tjetër, sepse më thanë që ata po bëjnë gati kërkesat e gjitha, se në fundit ata duhet deklarojnë çfarë kërkojnë, e kupton, se duke ishin kërkesa të ndryshme, shumë kërkesa të panumërta që dhe duhet t'i sintetizojnë, t'i përcaktojnë që kërkesat janë këto, 1, 2, 3, 4. Ti konkretisht donin të flisnin për kamerat dhe kërkesat thelbësore i theti ato, po nesër do vijojë?
Unë kontaktova me disa prej tyre të cilët po them janë të pjesa e organizatorëve, po për shkak të angazhimit thanë që kishin edhe aktualisht në proteste, kishin të pamundur që të jepni një intervistë në këtë moment edhe për të patur një sintetizim ose një përmbledhje të protestave të tyre. Mbetet për në ditën e vijim. Ditën e nesërme do të ketë po ashtu protest do të vijoj, ndërsa pritet që të ditën e shtunë të ketë, po them, të jetë një protest kulmore e tyre të cilët të paktën sipas informacioneve dhe pretendimeve të atyre të cilët, po them, qëndrojnë si në kryet pjesë nga shoqëria civile, të cilët merren me organizimin e protestës dhe ditën e shtunë pritet që të kenë, po them, një protestë më të madhe dhe me kërkesa më të qarta. Kjo sa i përket pjesës së organizatorëve. Ndërkohë, gjatë gjithë kësaj kohe që prej orës 18 ka mundur të komunikoj me qytetarë të ndryshëm, pasi thash më bëri përshtypje gjatë gjithë këtyre ditëve mosha e protestuesve dhe i pyesja se Generata Z është përgjithsisht aty. Iniciativën të cilë Generata Z përgjithsisht. Edhe Alfa. Edhe një Edhe Alfa. Generata Z është përgjithsisht. Të rinjë të fare. Por kështu drejtus, mos e ne jemi mësuar që ka drejtus. Për shembull është doktori që bën mitingje, të është tjetri. Aty ka një drejtus, 5 drejtus, 10 drejtus, apo janë të gjithë? Shiko, ka drejtues janë kryesisht nga shoqëria civile dhe ka 2 ose 3, po them, foltore të vogla të cilët ku ngjiten në një shkallë edhe marrin një megafon dhe japin mesazhet e tyre, por nuk ka një podium apo siç organizime të ngjashme siç ndodhet me partitë politike, por duke qenë se është nga shoqëria civile dhe rrymat janë të ndryshme edhe grupimet, po them, janë të ndryshme dhe duke mbajtur. Jemi okay, unë të falenderoj, do të jemi përsëri, domethënë do të jemi në ditët në vijim, ajo do të vijojë protesta dhe bashkë do të kemi një relacion më të afërt për këtë problem. Në gjitha dosje që përbojnë kohët e fundit, që kanë të bëjmë me tenderat e rrugëve, në fakt derivojnë nga celularët e Vis Berberit, sepse ne dim që ka pas të paktën 8 celular që janë sekuestruar dhe duke bërë këqyrjen e tyre dhe gjykata e ka dhënë autorizimin edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, me sa duhet janë gjetur prova. Sigurisht, zonja Balluku nuk është zyrtarisht e pandehur për këto vepra penale, është vetëm personën e tij, mbetet për të parë pastaj nëse ka tendera të tjerë që janë duke u hetuar, por çfarë bën përshtypje lidhet pikërisht me faktin që nuk po hetohet për funksionet e fundit që ajo ka kryer gjatë kohës në politikë si zëvendës kryeministri dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, por SPAK është shtrirë edhe në kohën kur ajo ka qenë drejtoreshe e altë kontrollit dhe ndoshta mund të shkojë edhe më herët në kohë kur ka patur funksionet të tjera të rëndësishme, sepse zonja Balluku ka punuar për shembull edhe në Bashkinë e Tiranës. Kështu që duke qenë se ka mbajtur, jo nuk është për qeshur, se për shembull altë kontrollin unë e kisha harruar fare që zonja kur ka lindur ajo si. Po në fakt për politikanët kjo ka ndodhur, nuk është asgjë e çuditshme, edhe Jo, unë nuk kemi çuditur, jo. Kjo ka ndodhur, i është bërë gjithë hetimi edhe për zotin Velia edhe për zotin Meta, kështu që në këtë aspekt duket sikur SPAK po bën një hetim të gjithë aktivitetit të funksioneve që, pra, hetim të gjitha funksioneve që këto kanë mbajtur. Në rastin konkret, me sa duket kjo ka ndodhur edhe me rastin e zonjës Balluku. Pastaj se si SPAK ka arritur të lidh zonjën Balluku me favorizimin e kompanisë Eurocol të Carapulit, këtë mbetet për të parë, sepse vetëm sot ka dalë njoftimi dhe duhet parë vendimi i arsyetuar. A ka të dhëna, ka në një bisedë telefonike, ka në një dëshmi që implikon